Po, iniciativa është një bojkot rajonal që ka ndodhur në vendet e Ballkanit Perëndimor, tu nis prej Kroacisë, Malit të Zi, Serbisë, Bosnjës, edhe Maqedonisë edhe Greqisë. Na kena vendosur me u bashku këtij bojkoti rajonal për arsyeën e çmimeve shumë të larta të produkteve esenciale, që është edhe njëjta arsye pse kanë ndodhur bojkotet e mëhershme, nisur edhe prej shtysës, të kësaj diferencës mes rrogave të vogla edhe çmimeve shumë të larta të produkteve esenciale. Pritshmëritë janë mendoj vështirë të matshme, po iniciativa qytetare ka pas një momentum shumë të madh në fillim. Ka pas grupi sot i ka 10.000 anëtar, po na jemi krejt kohën tu gjetë mënyra, tu gjetë metoda, edhe këta kërkojmë edhe për qytetarëve, se tek e fundit kjo është organizim qytetar, nuk është i disa njerëzve. Pritjet tona janë një bojkot masiv i supermarketeve ku shumica e kapitalit kryesor që e shpenzon konsumatori është i koncentruar. Presim një bojkot ku rrjedhimisht ka pas edhe një reagim zinxhiror te pjesa e çmimeve. Po unë i ftoj qytetarët me na u bashku në bojkot, edhe me u organizu me njëri tjetrin, me e bo lajm tek kolegët, tek familjarët, tek shokët, edhe në njëjtën kohë ju bëj thirrje edhe punëtorëve të supermarketeve që me u solidarizu dhe me u bashkëorganizu edhe ata sindikalisht mes veti.